sado që zgjidhen deputet lëvizjen bashkë, dhe kjo është biseduar me gjithë kandidatë për deputet, ata që mendoheshin të fitueshëm, dhe kemi rënë dakord që një pjesë, një përgjithësi caktuar të pagës do e kthejmë si kontribut mbrapsht për lëvizjen bashkë. Redi kësaj shtoi një më tepër dhe tha, shiko, përveç kësaj, tha, unë kam përparim, sepse mendoj, tha, që ky mandat nuk është imi, tha, por është i gjithë lëvizjes bashkë. Po kupton, nuk është individualisht mandati ynë, edhe po të bëhesh unë deputet, nuk do ishte imi, do ishte yni i përbashkët. Ai shtoi një argument më shumë, tha, jo, unë si pedagog kam pas marrë, ku di unë, 1 milion e pak lekë, sa është paga e pedagogut në Universitetin Politeknik Tiranës, unë kaq do vazhdoj të marr. Pjesën tjetër të pagës do ta derdh kontribut për lëvizjen bashkë në mënyrë që ne të zgjerojmë çik aktivitetin tonë. Po mirë vetë, po familjet tuaja si ja pranojnë këto, se mund të ketë një bashkëshortë që i thotë, shiko tani se këto janë fondet tona, ç'na duhet ne me partinë, tani partia 10%. Po partia të bëri deputet, se nuk të bëri vetë. Se këto më kujtojnë një kohë tjetër, Arlind, që ndoshta s'ke lindur ti, ka qenë një kohë ku ishte vullnetarizmi çdo të diel, do japim këtu fonde për bashkimet profesionale, do bëjmë fshatin si qyteti, hajde puna vullnetare, pra e çon diku tjetër elektoratin. Ai ishte vullnetarizëm i stisur, i imponuar. Ky është një vullnetarizëm që e gjen vendet perindimore sa duash. E gjen dhe në Kosovë, përvojave të vendosjes Kosovë shuka që me vite. Deputetët e tyre, një pjesë konzervueshme të rrogës e linin për partinë. Pra, kudo e gjen në botën e përparuar këtë gjë. Më kupton? Tjetra, njerëzit kur hyn politik, nga unë, tek Redi, tek Jani, te Mirela, e të gjithë, do të thënë, diskutojnë dhe me familjet e tyre. Pra nuk është se vjen si rufen qiell të hapur ajo. Edhe bashkë me familjen jemi në këtë rrugë në kuptimin e mbështetjes dhe kjo gjë pranohet. Se përndryshe patjetër ishte e vështirë. E kuptoj. Pika juaj më e fortë, pika juaj më e dobët për Tiranën. Po mendoj që pikat tona, duke folur në emër të lëvizjes bashkë, sepse edhe këtu unë e shoh vetë si kandidat lëvizjes bashkë, jo vetëm si Arlind. Po janë shumë, janë guximi për të prekur gjitha probleme dhe gjithë shkaktarët e problemeve. Në bashki, kryeministrinë, oligarkinë ekonomike. E dyta, idet novatore, programi, njohja e qytetit në çdo kthim të vetëm. Unë personalisht e njoh shumë mirë qytetin. Sepse kam lindur këtë qytet, kam jetuar në këtë qytet dhe e përshkoj në këmbë dhe me autobus në 99% kohës të qytet. Si funksionojnë autobuset në këtë qytet? Keq. Unë kam makinë, me thënë drejtën, kam kohë që sipin. Kur është vap nuk hapet kondicioneri, hapen vetëm 1-2 dritare, vdes vape, në oraret e pikut janë të mbi ngarkuara, ngecën trafik mbi gjitha, sepse ajo korsia që duhet ishte e dedikuar, në fakt nuk është e edukuar, sepse dikush ndërtoni pallate dhe zë gjysmën e korsisë, pastaj futen ca tjerë parkojnë makinën. Po njerëzit nuk kanë kujtesë në momentin që pallati, policia bashkiake ka mundësinë të lirojë rrugët, bashkëpunoj dhe me policinë e rendit, sigurisht, policinë rrugore. Pra, të thosh me autobus Tiranë është një tmerr, por, nga tjetër, çlirimi i trafikut në Tiranë mund vi vetëm qofse ne ndërtojmë një transport publik të shpejt dhe cilësor. Dhe kjo është e mundshme. Po siguruam që me autobus ne të udhtojmë mirë, pa të ketë kondicioner, mos shtypesh, tjetë shërbimi kulturuar dhe midisi i pastër, dhe mbi gjitha korsia tjetë për autobus dhe për ambulancë dhe për asgjë tjetër. Dhe unazat bëhet për 20 minuta, ose 22 minuta. Atëherë ti do e shohësh se sa shumë njerëz do preferojnë, pak të ata që e ka mundësi të hyjnë në autobus, se mos marrin makinën, ngecin trafik, e të harxojnë paratë e dynjas në për parkingje e kështu me radhë. Askush nuk do. Po pika juaj e dobët? Nuk di ta them këtë gjë, ndoshta po ky do ishte ndoshta një diskutim më i gjerë politik dhe mund t'i gëllonte edhe kështu si ti thua pikë dobët, në fakt diçka që do shërbente si kompliment për veten. Po mund të jetë ky lloj skrupuloziteti, domethënë, timin që unë mendoj dhe ne në lëvizjen bashkë përgjithësi mendojmë që ja vlen më mirë të humbësh me nder se të fitosh pa nder. Të humbësh me nder se më mirë të humbësh me nder se të fitosh pa nder, mirë po kjo ndoshta nuk është përgjigjja më e mirë për të fituar zgjedhjet. Kështu që nga pikpamja e ngushtë taktike elektorale, ky mund të jetë handikap. Pavarësisht unë mendoj që është merit morale, por jo detyrimisht merita morale dhe suksesi politik shkojnë në të gjitha kohërat bashkë. Po ndoshta një ide e tillë në afatgjat do jetë më e vlefshme për ju. Unë patjetër mendoj që strategjikisht dhe në afatgjat do jetë produktive. Pra ju mendoni për por ama, si thua, po më the në këto zgjedhje, nga pikpamja pragmatike, unë do të them që unë do të them gjithmonë vërtetën, unë do të them gjithmonë aty ku është problemi, në qoftë se është diçka që është bërë më mirë se dje, unë do ta them, pavarësisht se mund të ketë kosto politike, në këtë sens mendoj